Unë jam Shaban Murati, I lindur në qytetin më të vjetër të Shqipërisë Durrës, I shkolluar në Fakultetin e Letërsisë në Universitetin e Tiranës dhe gjithë jeta ime ka qenë kushtuar diplomacisë, studimit diplomatik dhe krijimit të mendimit të ri diplomatik shqiptar. Diplomati dhe publicisti I njohur do të ndronte jetë vetëm pak muaj pas kësaj interviste. Kur e kujtojmë sot, na vjen ndërmend se la emrin e mirë të një patrioti në diplomaci, por më shumë se çdo gjë tjetër, u përpoq për të kultivuar mendimin diplomatik shqiptar, profesionalizmin, shqetësimin e përditshëm dhe brengën e madhe për çështjen shqiptare, që e shoqëroi në shumë nga temat e veprës së tij, postimet e vazhdueshme dhe daljet publike. E artikuloi mendimin dhe dha kontributin si gazetar, si funksionar, si diplomat, si këshilltar në të gjitha rastet e lidhura me fijen e patriotizmit. Nga përvoja ime e gjatë, meqense unë kam punuar me mbi 20 ministra të jashtëm, është një gjë e rrallë të gjesh një person ministër apo kryeministër që të ketë menduar në afat gjatë për interesat shtetërore dhe politike shqiptare. Në diplomaci, paraqesin në rrezik të madh, jo ata që nuk dinë, por ata që nuk duan të dinë. E adhuronte Durrësin, jo thjesht sepse aty u lind, më 2 shtatori 1945, por nga që prej atje nisi I filli dhe çka ishte destinuar për jetën e vet. Një familje me 7 antar, ku ai hodhi 7 si më I vogli I 2 motrave dhe I 2 vëllezërve të tjerë, bënte një jetë modeste qytetare. Një nën shtëpiake që vigjilonte rritjen e mundimshme të fëmijëve në periudhën më të vështirë të mbijetesës së vendit, fill pas luftës së dytë botërore. Jati zanatçi në një nga objektet e qytetit, ku me paratë e pankta që nxirrte në punishte, siguronte mbijetesën e familjes. Në ato ditë pas lufte, I vogli Shaban nuk kuptonte pse jati strukej shpesh në katin e dytë. Dhe e kuptoi një ditë, kur jo rastësisht, jati do e merrte birin më të vogël për të dëgjuar së bashku radiot e huaja. Padashje, kishte përcaktuar destinin e djalit të vogël. Në librin tim të parë për Kosovën, të botuar në 2007 me titull Enigmat diplomatike të pavarësisë Kosovës, unë ja kam dedikuar babait tim, jo thjesht si baba, po si ka qenë si thua I pari që mu më zhvoj kurreshin për politikën e jashtme. Unë kujtohet që kam qenë I vogël, 5-6 vjeç, babai më merrte në çantën kat dytë kur ne kishim radion në shtëpi, edhe ndjonte Radio London edhe Radio Zërin e Amerikës. Unë kalama, po mi se fiksuar, të thënë disa, se kam kuptuar pëse më merrte në vete, në të rishaj, donte ta kishë si më pëles, për çdo eventualitet kishë dhe djalin me vete. Durrësi, me peshën hierën të emrave që e kishin pushtuar për gjatë historisë, me anijet me flamuj të ndryshëm që ankoroheshin në portin më të madh të vendit, me historitë e pafundme të detit, kujtimit të madhështisë së Romës e Bizantit, llahtarit të tërmeteve të vazhdueshëm, lodrave të ndryshme dhe tregimeve të bukura dhe fabulat e nënës, e mrekulluan djalin e ri që po hitte shtat, jo vetëm mes lajmeve, por edhe mes kulturës së muzikës që ja referonte jati, si dhe rrëfimeve dhe një peizazhi që çdo kush do ta donte ta kishte për sfondin e rritjes në familjen e vet. Duhet kujtojmë se tjetoje në lagjen Sefer Efendiu përbënte një tis krenarie dhe mbi të gjitha nderi që kishte status edhe në vet Durrësin. Në vitën mësimor 1955-56, unë isha mësuese në shkollën 7 vjeçare Malik Muça në Durrës. Ishte një fëmijë shumë I mirë, I sjellshëm, I urtë, mbi të gjitha ishte shumë I zgjuar. Ai dallohesh
komplet nga fëmijët e tjerë, sepse kishte një aftësi për të shprehur bukur. I pëlqente shumë historia, hartonte, bënte hartime shumë të bukura, dhe kur i vinte ora matematikës, ishte shumë i zoti në zgjedhjen e ushtrimeve matematike dhe sidomos të problemave. Ndërkohë shmanget pak nga beglat e frymës që dëshiron jati dhe ka mësuar kitarën. Bota e muzikës do ndërthuret me librat që pret në shtëpi. Është qyteti më i vjetër Shqipërisë, i cili në mënyrë të vazhdueshme s'është në prerë jeta gjatë 3.000 vjetëve. Me një pasori arkeologjike të jashtëzakonshme që ne e hasnim çdo hap. Kujtohet kur loznim në breg detit si fëmijë, kanë qenë kur shëtitoria sot ka qenë thjesht listerik. Mali e qunim neve, mali listeriku, ku edhe ne si fëmijë kemi zbuluar terrakota ose gjëra, pa ajo ishte kohë tjetër, ne shkonim i dorëzonim se kishim muzeun arkeologjik, kishim përballë dhe shkonim i dorëzonim gjithë atje. Polin një poet që po gjapitet me guxim në një rrugë të vështirë. Në shpirtin e tij, notat muzikore po vallësojnë me rimat e poezisë dhe po bën vend tërheqja me mrekullinë e leximit. Një nga penget që mia tjetës i dashur beni është që unë nuk u marra me letërsi. E kam dashur shumë poezinë, jo vetëm pse isha student i letërsisë, po se unë kam shkruar që në 7 vjeçare, sepse në vitin 1958, për shembull, kam fituar çmimin e dytë në konkursin kombëtar të Radio Tiranës. Unë isha pioner në atë kohë për hartimin më të bukur. Shaban Murati, një poet i ri, po shtohej në radhën e poetëve dhe madje edhe një zë shumë interesant drejt lirikave dhe ndjenjave të dashurisë. Ismail Kadare, i cili po revizohet si letrari ynë par excellence, do ta pakzoj dhe me një trik artistik. Poezi do mbajnë emrin e autorit të devijuar në mbiemrin Marat. Jean-Paul Marat, teoricien politik francez, shërbeu si gazetar dhe politikan gjatë revolucionit francez. Njësoj si ai, një zë radikal që i botoi pikpamjet e tij në pamflete, pankarta dhe gazeta. Pak vite më vonë, Marat do ndjek të njëjtën udhë. Veçse poezitë e para të Shabanit do t'jenë plot dashuri e lirizëm. Pranver. Nga harta topografike e qytetit, të fundmet shtëpi të vjetra u shuan, siç fshin një nikoqire e mirë, njolla të vogla në një robe të bukur me benzinë dhe mbi qytet ngrihen avuj benzine me aromë pranvere për zier, veçanti e qytetit tim industrial. Letërsia ka hije të rëndë. Shumë kërkues janë profesorët që hyjnë dhe dalin heshtëzi nga godina e Fakultetit të Histori Filologjisë, ku ai do diplomohet. Vërtet, profesorët Jakov Zoca, Eqerem Çabej, Androkli Kostallari, Mahir Domi, Mark Gurakuqi janë kufit e legjendës universitare, por statusi dhe kultura që rrezatojnë është e prekshme dhe ngjitse për shpirtrat e etur për gjuhën dhe letrat shqipe. Pas përfundimit të shkollës, kanë kaluar ndërkohë në shtëpi Tallaze, por fatale ka qenë vdekje e parakoshme të vllait, student i shkëlqyer, ardhur nga studimet për letërsi në Moskë. Shumë vite më vonë, mentorit të tij kulturor do t'i botoj ditarin, kur shquhen mendime vërtet të guximshme për jetën dhe lirinë që përjetohet atë botë në Shqipëri. I trysnuar me këtë dhimbje, do ngjiste shkallët e godinës ku do ndërtonte karrierën e vet të suksesshme. Shaban Murati u caktua në sektorin e jashtëm të Radio Tiranës. Ju flet Tirana, të dashur dëgjues, mirëmëngjes. Po fillojmë transmetimin e emisioneve tonë. E nisur me emetimet e parë në vitin e largët 1938 nga mbreti Zog. Pak vite më vonë, dhe sidomos në kohën kur ai u integrua aty, radioja ishte kthyer në një nga mjetet propaganduese më të mëdha të botës socialiste, me burim kryeqytetin shqiptar. E megjithatë, sërish ka shumë etik dhe Radio Tirana mendohet të jetë brenda kanoneve të gazetarisë, kujton Shabani. Unë kam punuar radion e jashtme dhe
që ishte një shkollë shumë e madhe, gazetarie, ne kemi pasur fatin që ishim i vetmi institucion në Shqipëri i cili merrte gazeta, revista, libra në gjuhë të huaj. Pse? Sepse ne kishim mbi 20 emisione që transmetonin dhe bënin propagandën në drejtim të atyre shteteve. Pra ishte domosdoshme ne të njihnin ç'bëhej në ato shtete. Ardhja e gazetave, revistave dhe librave nga shtetet ndryshme të gjithë botës, të gjitha gjuhëve, kuptohet ishte një avantazh intelektual, avantazh kulturor, avantazh informativ në raport me të tjerët, dhe që natyrisht krijonte një fizionomi më të gjerë për profilin e gazetarit të politikës jashtme. Statistikat që përdoreshin në qeverinë komuniste dhe që janë verifikuar më pas ishin më shumë se mbreslënse, madje pothuaj tej për fytyrimeve. Radio Tirana do renditet e dyta në botë nga frekuencat, ndërsa për 38 orët e transmetuara gjatë ditës 24 orëshe, renditet e treta në botë pas superfuqive mediatike si BBC dhe Radio Moskës. Lehtësisht mund të kuptohet emocioni, por edhe përgjegjësia e djalit të ri që do kanalizohej në departamentin e jashtëm. Megjithatë, pengu i madh do mbetet ende letërsia. Do të theksoj vazhdimisht, por nga jo nuk do të ndahet. Do të prodhoj poezi dhe tekste këngësh, kurse më vonë do t'jap leksione letërsie për estetikën. Janë nga momentet më të bukura të jetës, dhe duket se kjo martesë e lajmeve të botës, letërsisë dhe teksteve të këngës e mbushin plot jetë. Por ka një cak. Për shkak të një teksti kënge, druajtja e dënimit i ri gjatë mbi kokë. Është i vetëm dhe pa mbështetje, dhe çdo gjë e ka bërë me mundim. Mund të mos mbërri kur më në maj. Një pjesë e kolegëve të tij e kanë provuar kur donin të shkruajnë jashtë metodës së realizmit socialist. Vëllimet e shkruara gjatë kohës studenteske, unë mbledh dhe i çoj në rmarrjen botuese. Mas sa kohës më kthejnë përgjigje dhe më thojnë që poezia jote është hermetike, figuracion për hir figuracionit, e mbyllur, nuk e jep realitetin socialist siç duhet. Ustepa, pse ustepa? Ustepa sepse unë isha kalor si vetmuar, s'kisha asnjë përkraje. Gjatë kohës që kam qenë në Radio në Tirana, pastaj kam bërë tekste këngësh që mendojnë që s'janë më të rrezikshme dhe pra, për fat keq, pra ne unë kam pengë dhe tani që flasim bashkë, domethënë se ti je një kritik dhe estet vet dhe kupton, dhe që nuk u morëm me lehtësi. Jam me fat që unë kam punuar kur ka jetuar dhe jeton profesori i nderuar. Dhe kur kam qenë student, merja zërin e popullit dhe bashkimin, dhe sidomos shkrimet e profesorit dhe konspektoja, më besoni konspektoja analizat dhe shkrimet e profesor Shaban Muratit, shikoja që nga titujt, mënyrën se si e fillon të fjalin, me emër, edhe përpiqesha të absorboja edhe kopja edhe fraza, edhe mënyra se si konceptonte, si analizonte deduksionet. Profilin dhe figurën profesionale të publicistit të njohur dhe diplomatit të shquar Shaban Murati, them se ka përcaktuar më mirë se kushdo ish kryeministri i Shqipërisë Aleksandër Meksi, i cili në një referat të tij për veprat e Shabanit, librat që ka botuar ai, thotë se Shaban Murati është patriarku i analizës së problemeve ndërkombëtare. 80 deri në 84 shekulli e kaluar, se kanë jetuar në Tiranë edhe kanë punuar në Radio Tiranë. Isha në emisionet për Spanja dhe Amerika Latine. Shaban Murati është njeriu mirë, është njeriu për mua është si një mik, edhe e kanë një kujtim shumë e mirë i shumë e bukur për Shabanin. Shefi i redakcisë së Ballkanit dhe Evropës në departamentin e jashtëm do të vijojë pa ndërprerje për 15 vite dhe pas kësaj date atij do t'i besohet detyra e shefit të sektorit të jashtëm në zëri i popullit. Por unë kam qenë i vogël, ndoshta në fillore, dhe këtë ma tregojnë se unë nuk e mbaj mend,
kur më pyesin çfarë do të bësh kur të rritesh, më thonin që unë përgjigjesha që çdo gjë vetëm gazetar nuk duhet bëjmë, sepse babai punonte në gazetë asë kohe, në fillim të viteve 80 edhe mbaronte punë në 12 natës, pra ose në orët e para të mëngjesit ndonjëherë, 1 natës, shumë e rrallë. Kush e di procesin e ndërtimit e bërjes në një gazete, e di që sigurisht para orës 10:30, 11 natës nuk mund të mbarosh punë, sepse pikërisht gazeta ka këtë proces, se ti e prodhon materialin në rreth mesnatës dhe më pas ai shkon publikut në orët e para të mëngjesit. Fati ose rasti e deshte që unë të merja pikërisht atë profesion që nuk thoja që nuk dua të bëjmë gazetar, se babai vjen vonë në shtëpi, kështu që unë kur të rritem nuk dua të bëjmë gazetar. Unë kam pasur dhe maman, si që e dini, gazetare, dhe edhe gjyshin nga mamaja në një moment caktuar të jetës tij ushtroi profesionin e gazetarit, të korespondentit nga Lushnja, pra me sa duket ishte shkruar që të përcillet ky profesion edhe tek unë, të cilin njësoj si i matë, edhe unë nuk do ta këshilloja birit djalit tim, por sigurisht që nuk do ta pengoj nëse ai do ta zgjedhë këtë gjë më parë. Ai do të shërbejë edhe si korrespondent i parë i agjencisë ANSA në Tiranë, 1991-1993. Fill pas kësaj, roli, njohuritë dhe kultura e tij do të kërkohen në Ministrinë e Jashtme, por tashmë në një regjim të ri, ku ai do të mbijetojë falë ekspertizës dhe njohurive, por mbi të gjitha nevojës për autoritetin. Përballja me diplomacinë perëndimore dhe atë ballkanase do të jetë një shkollë më vete që do t'i shërbejë tashmë si filesë për librat e mëpasshëm. Në diplomaci unë kam kaluar në fillim të vitit 91. Ishte ministri i jashtëm Mohamed Kaplani. Kur u bë ministri i jashtëm, më thirri në Ministrinë e Jashtme dhe mori si zëdhënës shtypi dhe tërë shtypit të informacionit. Avantazhi cili ishte që unë isha marrë gjithë jetën time profesionale me politikën e jashtme, pra nuk shkonja nga rruga. Në Republikën Fqinje të Maqedonisë së Veriut, detyra do të përbëj sfidë rrallë, jo vetëm për rrugtimin e një shteti të ri slav në Ballkan, por për faktin se shqiptarët janë një nga shtyllat ku qëndron një ngrehin e dobët shtetërore. Për ne ishte kënaqësi shumë e madhe që të kemi një ambasador për herë të parë, po na ndodh të kemi një ambasador shqiptar të na vjen në Maqedoni, dhe e dyta ishte kënaqësia tjetër që unë kisha filluar si korrespondente e Zërit Amerikës, punoj dhe na lidhte profesioni me ambasadorin. U shpeshtuan ardhjet, e dini si janë zakonet tona që të nderohet një ambasador, të thirret në dreka, në darka, u miqësuam shumë edhe me dashkën, edhe fëmijët ishin të vegjël atëherë të Shabanit, vinin dhe diskutonin. Ambasadori ishte i jetshëm të merë sa më shumë informata, të shef si është situata këtu, të shef frymën e njerëzve, të shoh si është vërtet, si ndihen shqiptarët të një shtet Maqedon, si e ndihen veten. Një pjesë e madhe e zyrtarëve të këtij shteti nuk e kanë fshehur asnjëherë qëndrimin as pak të mirë ndaj shqiptarëve. Puna e tij do të kulmojë me Universitetin e Tetovës, që do të kthehet në një nga temat më të mëdha ndërkombëtare të atyre kohëve dhe që u konkludua me nisjen e mësimeve të tij. Erdhi momenti kur duheshte 28 nëntor të kremtohej dita e flamurit, dhe ajo ishte një darsë, një feste madhe, për herë të parë në Maqedoni, shqiptarët do ta përjetonin ditën e flamurit. Dhe imagjinoni tash vjen shteti am, që kemi përjetuar një gjithmonë, vjen një përfaqësues, hapet ambasada, po kremtohet. Unë nuk e di 500-600 vetë sa ka qenë. Dhe aq jemi përgatitur, kemi bërë lista, kur kem të respekton. Më thonë të ambasadori kush i ka bërë këto, kush janë ata shqiptar patriot që e ka bërë që ta dim t'i thrasim, përveç kësaj pjesës politike, normal që duhesh zyrtare, po edhe kjo pjesa tjetër. Mendoj kjo është ajo karakteristika që do të mbetet në historinë e ambasadorit parë për atë pritjen glamuroze, për atë pritjen shpirtnore, për atë pritjen kombëtare që e bëri në Shkup. Kur kam qenë ambasador në Shkup, unë kam qenë ambasadori më rëndësishëm pas ambasadorit amerikan. Pra, më rëndësishëm se ambasadori kinez, më rëndësishëm se ambasadori rus, më rëndësishëm se gjithë ambasadorët evropian. Pse? Se ishte situata e tillë, ishte shteti i ri, ku ishte faktori shqiptar ishte më të rëndësishëm.
dhe shkonja në një vend, si që më të kuptoni të vetë, i cili kishte jo thjesht paragjykime, por kishte urrëtie ndaj shqiptarëve. Kuptohet që për mua ishte shumë e vështirë të çaj një akull dhe unë kam qenë për shembull i pari ambasador që dha shpritje për festën kombëtare në Shkup dhe edhe natyrisht dhe unë me qëllimin tim, si thuash, ndaç diplomatik, ndaç tjetër, të gjithë atyre që ftova në pritjen i vura shqiponjën. Dhe kushdo që hynte nder, që nga kryeministri ose ministri i jashtëm, kryetari i parlamentit, deri ke kryepeskopi i asaj, u detyruan gjithë të vënë flamurin shqiptar. Maqedonia e Veriut do të jetë shkollë e vëzhgimit të tij politik real për shqiptarët e rajonit, por tashmë edhe në praktik. Ai takon, mban lidhje me të gjithë elementet që drejtojnë, duke këshilluar, përçuar fjalën e Shqipërisë zyrtare, duke qëndruar i qartë në qëndrimet dhe sugjerimet e kujdesshme. Janë vitet e vështira, kur Shqipëria po kalon momente të jashtëzakonshme dhe rrezikon deri ekzistencën shtetërore. Por edhe për Shabanin, koha nuk është aq dashamire. Kalon disa periudha pa punë. Tashmë i kthyen atë dhe e mbrojt drejtori i drejtorisë së marrëdhënieve ndërkombëtare në PD. Detyrë që nuk zgjat për nivelin e tij, edhe pas pak muajsh është këshilltar i Metës, kryeministrit socialist të Shqipërisë. Në këtë kohë, shërben sërish në Ministrinë e Jashtme si drejtori i drejtorisë së Ballkanit dhe i drejtorisë së prognozës. Kujtoj me shumë nostalgji kohën kur në pauzat që kishim mundësi ndërmjet, ose shkoja në zyrën e tij, ose ai vinte në zyrën time, ai ishte një njohës tepër i thellë i problematikave të rajonit, të shqiptarëve, kudo ku ata jetonin, një njohës shumë i mirë i Kosovës, i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve në Luginën e Preshevës, shqiptarëve në Mardzi, pra i trojeve shqiptare në përgjithësi. Ai ishte një diplomat dhe analist i thellë i situatave. Shabani është një enciklopedi e tërë e ngjarjeve ndërkombëtare. Dhe është një njeri që punon me skeda, siç punonin Qemoti, vazhdon punon me skeda, dhe ka skedat pafundme për çdo zhvillim ndërkombëtar që ndodh. Nuk është çudi që është kaq shumë produktiv në botimin e librave, sepse punon për ditë, i ka të gjitha gjërat skeduara dhe në çdo moment është në gjendje që të flasi ose të botoj një shkrim, një libër për një çështje të caktuar, për një hapësirë të caktuar ndërkombëtare. Pak muaj më vonë, do ngrihej si ambasador në Suedi, Finland, Norvegji dhe Island. Serioziteti, përgjegjësia, por edhe vëzhguesi në imazhin e një diplomati që Shqipëria dëshiron të tregojë në brishtësinë e saj. Dhe ambasador Murati e tregon më së miri këtë përgjatë mandatit të vet nga 2002 deri në vitin 2007. Shkuarja në Suedi dhe bashkë me këtë si i dërguar në vendet skandinave do t'i krijonte mundësinë të përballej me kulturën diplomatike, jo thjesht të sofistikuar, por realisht asaj që lidhet me real politikën ndërkombëtare. Një personazh si ai e përballon me të gjithë potencën e tij intelektuale dhe patriotike. Fillon e shqetëson mungesa e mendimit diplomatik dhe sfida e vendit ton me të, vështirësitë për diplomatët që nuk vinë nga ulla e tij. E kam krahasuar si kryeanalist, jo analist, po kryeanalist geopolitik me artillerinë e rëndë. Si diplomat, ai nuk ishte thjesht një konstatus, edhe si analist, që konstaton faktet, i raporton në qendër dhe janë rregull. Përkundrazi, ai ishte një njeri veprus. Domthon, ishte megjithashtu një njeri që qëmtonte dhe që sugjeronte përzgjidhje, rekomandonte zgjidhje. Shumë e rëndësishme do thoja për të ndjerin Shaban Murati është që ai nuk ishte diplomat ose nuk bënte diplomaci për konvejencë, po bënte diplomaci për konsekuencë dhe për koherencë.
shumë e rëndësishme kjo në diplomaci, mos bësh vetëm për sot apo për nesër. Diplomacia shqiptare ka pasur një mangësi, po themi, ose një defekt themelor, cila ka qenë mungesa e mendimit diplomatik shqiptar. Gjatë 111 viteve që përmendët e ju, diplomacia shqiptare është dominuar në mënyrë po thuajse imposive, do thonë edhe shpesh negative nga politika. Pra është manjanuar, si thuash, nevoja e një strukture mendimore të mbetësishme të diplomacisë si profesion, si filozofi. Është një mangësi që unë e kam ndjerë shumë gjatë kohës që kam qenë ambasador. Unë kisha avantazhin që para se të bësh ambasador kisha punuar 30 vjet me politikën e jashtme. Por imagjinonja kolegë të mi të cilë vinin nga fusha i jashtë diplomacisë, i jashtë shkencave shoqërore, se si mund të operonin në marrëdhëniet me shtetet ku ishin akredituar, pa patur udhëzime, pa patur një mendim diplomatik. Për fat keq kjo ka munguar dhe këtë nevojë që e kam ndjerë më kanë nxitur që duhet diplomati ose ambasadori të përnjëdohet të hyjë një fushë, të hedhë disa hapa në cilën ta ndjekin dhe të tjerët, pra të ketë një mendim diplomatik shqiptar. Për mua është një ndjenjë kënaqësie e veçantë dhe natyrisht dhe nostalgjie të kthehem pas 17 vjetësh në qytetin ku kam jetuar afër 5 vjet. Këtu jemi para pallatit mbretëror, ku kam patur kënaqësinë natyrisht e veçantë në datën 14 nëntor 2002 të paraqes kredencialet mbretit të Suedisë Carl Gustaf 16. Takimi me mbretin ishte vërtet mbretëlënë, sepse më bëri përshtypje që mbreti kishte jo vetëm informacion, por një kulturë për Shqipërinë, për historinë e saj, dhe sidomos për periudhën e Skënderbeut, të cilën e quajti mbret të vërtet. Padyshim kjo më jep tek kënaqësi edhe mua, si thua, shtronte terrenin që unë, si thua, ta shfrytëzoja këtë moment për ta përdorur më vonë në gjithë kontaktet dhe takimet e mia në Suedi. Këtu jemi para ndërtesës së Ministrisë së Jashtme të Suedisë. Ndërtesë për mua e rëndësishme sepse kam bashkëpunuar ngushtë gjatë gjithë mandatit tim 5 vjeçar si ambasador i Shqipërisë në Suedi. Këtu kam patur nderin të paraqes kopjet e kredencialeve ministër së famshme të jashtme të Suedisë, Anna Lindh, me të cilin vendosa edhe më vonë një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe e cila më pat premtuar se do vinte për vizitë zyrtare në Shqipëri, sepse asnjë ministër i jashtëm nuk kishte bërë vizitë zyrtare në Shqipëri. Për fat të keq, atë e vëran armiq e çështjes shqiptare, armiq e Kosovës, e vëran pikërisht sepse ishte një mbështetëse e madhe e çështjes Kosovës. Shaban Murati, or Shaban as I call him with his first name, we had excellent cooperation when he was here as ambassador. I'm an old Balkan hand, as we say, because I started already in '92, was Balkan desk officer and was thrown into the wars and everything there, and then I worked for 4 years and up also with Carl Bildt. Then I made some other things, but then Shaban came as ambassador, and then I was back on the Balkans. At the time we had a whole Balkan section, many people were working with different aspects, and I think among the diplomats he always stood out as a very a person with very clear views, but a very nice way of being, and you can always reason. And he was a scholar and a very learned man, and he managed in a very mild manner to put forward the standpoints of Albania. I was lucky and had the privilege to serve as Chargé d'Affaires of Sweden in Tirana between 2010 to 2015. Unë kam punuar 5 vjet në Tiranë. My life became so much easier because I got to know Shaban Murati.
Shaban Murati, for me, is the Dean of Albanian Diplomacy. I had a wonderful cooperation with Shaban during my 5 years in Tirana. I valued so much his insights, his knowledge, his advice, his recommendations to me, which were of great help in my work for Sweden in Albania. Si vëzhguesi holli ngjarjeve, por më shumë nevojës në këtë lëm, mbështetur ndërkohë në punën e tij të madhe përmes shënimeve dhe eseve, nis të realizoj botimet. Shqipëria e pret me sfida të tjera. Për shkak të njohjes së mirë të rajonit, do të jetë përfaqësues special i Shqipërisë në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, OIC, nga viti 2008 deri 2010, kurse fill pas kësaj do të drejtojë Akademinë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Institucionet e huaja do t'i besojnë rolin e antarit të bordit të këshilltarëve të Qendrës së Studimeve Strategjike për lindjen e mesme dhe në mesin e dekadës së dytë të këtij shekulli do të jetë këshilltari i posaçëm i ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Por udhëtimet e gjata nuk ndahen nga vëzhgimet e rajonit dhe mbi të gjitha mendësinë e të ardhmes tek shqiptarët. Ku është rrugtimi i tyre? Quo vadis Albania? Me gjurmët që lënë shënimet, shkrimet dhe librat e tij, në kohë të vështira, shqiptarët shfaqen shpesh të paorganizuar, i rrallë me gabime minore, por mbi të gjitha të llovitur në mpeshën e institucioneve të dobta. Ai vendos të apelojë dhe të ngrejë zërin me çfarëdo mundësie që i jepet, qoftë si këshilltar, në punës, analist, diplomat dhe njohës i kohrave. I paralajmëron zyrtarët shqiptar dhe kolegët e tij, ashtu si nuk i pëlqen përgjumje frikshme e patriotëve të vet. E trishton kosovocentrizmi, por edhe qëndrimi i Tiranës internacionaliste, e cila mbetet shumë e bindur ndaj Brukselit zyrtar për marrëdhëniet me Kosovën. Shaban Murati gjendet në alert të vazhdueshëm. Shkruan, apelon, këshillon. Lobi serb në Tiranë 1 dhe në Prishtinë 2 është shumë i fortë. Natyrisht në Prishtinë është shumë më i fortë sepse kanë jetuar 80 vjet gjithë strukturat e asaj që ishte dikur krahina autonome shtetisë e Kosovës kanë qenë komplet të ndërtuara nga shërbimi sekret serb. Pra, kjo ka ndikuar që të injektojnë edhe pas pavarësisë Kosovës forca politike të interesuara për ta dobësuar pavarësinë e Kosovës, së pari për ta çarë Shqipërinë nga Kosova. Ka një ide diplomatike të gabuar, mund ta quajë anti-shqiptare, e cila ka dominuar për shembull diplomacinë e Tiranës që nga fillimi i demokracisë, cila është që pavarësisht se çfarë bën Serbia në Kosovë, ne duhet bëjmë marrëdhënie të mira me Serbinë. Kjo është një absurditet. Shaban Murati është njëri prej diplomatëve më të mëdhaj që kanë nxjerrë kombi shqiptar në shërbim të shqiptarëve, jo vetëm të Shqipërisë, po të shqiptarëve kudo në Ballkan. Unë e kam ndjek në detaje veprën e ambasadorit Murati përmes analizës dhe shkrimeve të ndryshme. Dhe mund të them që si dikush i cili ka pas një rol vendimtar në historinë e Kosovës, se kam qenë njëri i cili ka negociuar për pavarësinë e Kosovës në vitet 2005-2007, dhe si dikush i cili ka pas rol vendimtar në shëndërtimin e Kosovës mas shpallës së pavarësisë, si ministri i parë i arsimit i Kosovës së pavarur, po si dikush i cili për 8 vite ka qenë ministri i jashtëm. Shkrimet e Shaban Muratit, këshillat e Shaban Muratit, sugjerimet që ambasadori Murati mi ka dhënë mua personalisht, kanë qenë të një natyre vendimtare për historinë politike të Kosovës, dhe nuk mendoj që është dikush tjetër në Kosovë, i cili e njeh më mirë veprën e tij, mendimin e tij diplomatik, po mbi gjitha edhe ta vlerëson kontributin që ambasadori Murati ka dhënë për Republikën e Kosovës. Kjo punë e madhe e ka lënë disi larg familjes, por jo vëmendjes për ta. Fëmijët
dy vajzat dhe djali mbeten fokusi i tij, por i pashprehur me patetizëm. Kritikët e tij familjar, më së shumti bashkëshortja dhe djali gazetar, e din se babai nuk bindet lehtë. E shoqja gjithsesi e inkurajon duke i lënë të lirë, por duke i folur. Mere pak më qetë, duket se ja përsërit shpesh. Po ikin vitet dhe koha ka vetëm një vektor. Në vitin 2012, shteti shqiptar i respekton kontributin dhe presidenca jep për herë të parë për një diplomat titullin e lartë mjeshtër i madh. Presidenti Bamir Topi i var në gjoks dekoratën e lartë. Ndërimi i fundit që mori ishte gati 25 vite më parë dhe mbante titullin Naim Frashëri i klasit të parë nga Presidiumi i Kuvendit Popullor. Unioni i Gazetarëve Shqiptar, por në vitin 2012 e nderon me çmimin e karrierës për kontributin jetësor. Historia e gjeopolitikës ballkanike është shumë e komplikuar, që është e vërtetë. Dhe unë këtë kam konstatuar në politikën aktive dhe shumë më tepër gjatë periudhës që kam shërbyer si kryetar shteti. Dhe Shaban Murati njihte mirë gjenezën e tyre konflikteve, gjenezën e marrëdhënieve dhe arrinte të konstatonte më mirë se askush tjetër problematikat aktuale, se si lëviznin. Këtu ishte brenda patjetër ishte faktori shqiptar. Pra, faktori shqiptar është në një farë mënyre një stabilizant i jashtëzakonshëm që nuk thuhet praktikisht, por që është stabilizant i atyre ngjarjeve që ndoshta do ta çonin Ballkanin edhe në precipitime. Kështu që nga kjo pikpamje ai bonte analizat, bonte parashikimet, e shikonte sidomos faktorin serb si një faktor në mënyrë konstante si promotor në negativitetit në rajonin e Ballkanit dhe shifte, dhe unë e shikoja shumë qartë, gati ishte organike kjo lidhje, që ai e shikonte gjithmonë me lidhjen me Rusinë të Serbisë. Dhe padyshim që librat e tij janë në përgjithsisht në këtë linjë. Tashmë jeta e tij është vetëm vepra e tij që vjen dora dorës dhe ku temat janë ato që e shqetësojnë më shumë Shqipërinë. Në 2 dekadat e fundit për publikun, veç radhës së veprave të tij, do të quhen 3 vëllimet e botimit të tij publicistik, anti-tabu. Në mënyrë të thukët, shqiptari mëson për historinë dhe qëndrimet e shtetit shqiptar përmes shkrimeve të radhitura me kujdes. Qëllimi i librit tim është të thyej shumë tabu që karakterizojnë jetën shqiptare dhe mendimin shoqëror shqiptar. Ndaj vura titullin Anti-tabu. Libri përfaqëson një ngulmim intelektual për të trokitur dhe për të hapur dyert e rënda të tabuve të shumta që prangosin sot shoqërinë shqiptare. Të bashku kemi disa botime për të cilat kujdesemi, por dhe vetë profesori mënyra se si i sjell ata libra është një shembull i njeriut i cili e përdor në mënyrën më të mirë gjuhën shqipe dhe do të thoja ka sjell një fjalor të pasur në të gjitha ata libra në fushën e diplomacisë, politikës, përtej asaj patjetër përmbajtjes së tyre dhe pasurisë së madhe që ka sjell në këtë fushë. Librat e tij janë të shumtë, titujt flasin qartë për përmbajtjen e tyre. Ftuan ambasadorin Shaban Murati për të promovuar librin e tij shumë të bukur, botuar jo shumë kohë përpara, që ka të bëjë me aleancën e duhur të Shqipërisë me Kroacinë. Kroacia ka qenë një vend që historikisht e ka mbështetur Shqipërinë. Dhe një aleancë me të quhet tamam aleancë e duhur. Këtë pikasi ambasadori Shaban Murati dhe e trajtoi në librin e tij. Në takimin që u bë në Shqipëri, ambasadori kroat në Shqipëri
e quajti atë Milan Shuklar, që është albanologu kroat, që ka shkruar shumë dhe me shumë dashuri për Shqipërinë. Do ta përkufizoja njeriun e urtë, njeriun e mençur, njeriun e talentuar, njeriun që e don shumë atë dheun e vet, e don shumë në mënyrë të veçantë Durrësin dhe kjo më gëzon shumë. Njeriun që flet hapur, açik siç i themi në Durrës, njeriun që nuk mendon për veten e vet, po mendon si t'ja thotë të tjerëve të vërtetën si duhet. Shaban Murati je zasigurno jedan od najboljih albanskih političkih analitičara i komentatora. Predstavnik stare, autentične škole novinarstva, čovjek koji ne piše površno, koji piše vrlo temeljito, koji za svaku svoju informaciju ima vrlo čvrste argumente. Ja, nažalost, nisam imao priliku da lično upoznam gospodina Muratija, ali ja sam imao tu privilegiju da vodim prilično opsežnu korespondenciju sa njim. Dakle, razmjenjivali smo članke, mislim, odnosno siguran sam i bio sam počastovan što je gospodin Murati neke od mojih tekstova i preveo na albanski jezik i distribuirao ih svojim prijateljima. Shaban Murati është një nga ata që alarmon se duhet jemi jashtë rrethit të shteteve ish jugoslave dhe projekteve të tyre. E mban alert ky fakt dhe në plotësinë e ideve të tij dhe shtron këtë shqetësim për Republikën Shqiptare, të paktën për apatinë dhe paqartësinë në strukturën shpirtërore. Dhe sidomos atë që në politikën e jashtme të Shqipërisë lidhet me perspektivën ish jugoslave. Ka bërë më shumë përshtypje, domethënë në veprit e rinj shumë të gjatë tashmë të profesor Shaban Muratit, është e para një që është një vepër e sinqertë, këtë duhet ta thënë dhe më bën përshtypje në krahasim me historianët e tjerë që shkruajnë për temat e historinë e diplomacisë, dhe e dyta që ka trajtuar me një përkushtim të veçantë çështjet mbi mbijetesën kombëtare të shqiptarëve. Çdo shqiptar e ka gjenezën në krujt. Pse theksoj këtë? Sepse e gjithë lëvizja jonë për pavarësi gjatë gjithë shekujve i ka rënjët këtu. Tek shteti i Skënderbeut, tek heroizmi i Skënderbeut, ke lavdia e Skënderbeut. E gjithë rilindja jonë kombëtare është ngritur mbi këtë, po ta quajmë edhe mit, por nuk është mit. Është një realitet historik lavdi plot. Ai për një akademi më vete studimeve ndërkombëtare, kam studiuar shkrimet e tij që kam qenë në gjimnaz, në ato format e edukimit që bënim, format e informacionit që bënim në gjimnaz. Ishte një emër shumë i pëlqyeshëm për nxënësit e gjimnazeve të Shqipërisë. Kam lexuar shumë punime të tij dhe në tërë krijimtarinë e tij intelektuale unë bëre diçka shumë interesante që përshkon në mënyrë të qëndësishme këtë krijimtari çështja kombëtare shqiptare. Por puna e tij e madhe do të dilte në përballjen me Greqinë në dy problematika të mëdha. Atë që lidhet me ligjin e tetit dhe sidomos me problemin Çam, ku kontributi i tij ka qenë i vazhdueshëm. Ndërkohë, jo pak herë, duket sikur diplomacia, sipas tij, ka marrë, përqafuar dhe adoptuar tezat, qëndrimet, politikat dhe kushtet e diplomacisë serbe dhe ruse. Një këndvështrim mjaft interesant paraqesin analizat e diplomatit Murati për marrëdhëniet strategjike me Turqinë, për marrëdhëniet me Serbinë, Maqedoninë apo Kroacinë, dhe është thelluar në analizimin e problemeve që qëndrojnë pezull me Greqinë. Shaban Murati është një ndër analistët, padyshim analisti më i mirë që ka Shqipëria, sidomos për politikën e jashtme, dhe unë mund të quaja një gardian të sigurisë kombëtare tonë. Pse them kështu? Sepse në Shqipëri është pak e vështirë të gjesh mendje të thjellta. Ka njerëz të ditur, por nuk kanë vizione kombëtare. Vizioni kombëtar supozohet
Në Shqipëri mendoj si një vizion që i ka dalë koha, është jashtë mode. Shikoj shpesh, shikoj mes njerëzve që kanë populluar, mendimi që ka populluar Shqipërinë, po them në kthesën e madhe, në kapërcylljen e madh të kthimit tonë europian. Aty është Shaban Murati, mik me Fajkonicën, mik me Fanolin, që këmben letra me këta njerëz të mëdhej. Por nuk do ta njohim ne, kështu që mendoj se është fati ynë që një prej asaj shpure njerëzish të mrekullueshëm, po them njerëzit që fiksuan mendimin shqiptar, orientuan mendimin shqiptar, njerëzit që e bën normalisht Shqipërinë, që e bën Shqipërinë, po mund ta themi kështu, mes asaj armate njerëzish të mençur është Shaban Murati. Në disa libra të mbështetur nga Fondacioni Çamëria, Hasan Tahsini, Shaban Murati ndriçoi ftohtë dhe shumë profesionalisht gjenezën dhe dinamikën diplomatike aktuale të një prej çështjeve më enigmatike të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë, e cila mori emrin çështja e detit. Kufijt detar midis Shqipërisë dhe Greqisë janë përcaktuar nga traktate ndërkombëtare, të cilat janë të detyrueshme për të dy shtetet dhe nuk kërkojnë mendim ose opinion nga shtetet përkatëse. Parashkurt, çështja e kufive detar midis këtyre dy shteteve nuk ekziston, mbetet e paqen historikisht dhe e paqen edhe aktualisht. Ndërsa për çështjen Çame, ambasadori Murati do të shprehej në mënyrë të qartë dhe prerë. Një nga provat më ulëritëse të asimetrisë së marrëdhënieve dypalshe, apo thënë më hapur, të përurësisë dhe të kompleksit inferioritetit të diplomacisë shqiptare gjatë gjithë periudhës postkomuniste është çështja Çame. Çështja Çame është një problem politik dhe historik me një specifik të veçantë dhe e cila duhet trajtuar si e tillë nga diplomacia dhe shteti i Shqipërisë. Asnjë qeveri nuk e meriton mbiemrin shqiptar nëse në programin e tyre nuk është çështja Çame. Opjumi diplomatik grek për trajtimin e çështjes Çame si çështje juridike apo çështje gjykatash ka trullosur gjatë 25 viteve shumë qeveri të Shqipërisë dhe diplomacitë e tyre. Parlamenti shqiptar ka rrëzuar rezolutën për çështjen Çame me 55 votat abstenim të socialistëve, 4 kundër të deputetëve të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, kundrejt 53 votave pro të opozitës. Flasim për zgjidhjen e çështjes Çame, duhet të kemi në radhë parë parasysh themelin e kësaj çështje, që ajo është një çështje politike, që do të thotë çështja Çame duhet të jetë një nga çështjet kryesore të dosjes diplomatike të bisedimeve midis dy diplomacive, midis dy qeverive. Ajo lindi si çështje politike. Edhe duhet rikthyer tek çështja politike, çështja e shtetit grek me shtetin shqiptar, sepse u dëbuan nëpërmjet jo thjesht deportimit të dhunshëm, por nëpërmjet një masakre, që edhe sot e kësaj dite akoma nuk dihet numri sakt. Sipas burimeve të ndryshme, disa thonë janë vrarë 2500 veta, disa thonë janë vrarë 5000 veta. Pra nuk ka numër sakt. Pse? Ishin vrasje dhe therrje masive që i mçifte ushtria greke. Nuk vran banda greke, i vra ushtria greke, qeveria greke. Prej vitesh Shabani ka qenë edhe mik i fondacionit dhe antar i bordit drejtues të fondacionit Çamëria Hasan Tahsini, dhe për ne ka qenë një nder i madh dhe krenari që të botonim librat e tij. Vitet e fundit ambasador Shaban Murati ka botuar një kolan të librave për Ballkanin, duhet ditur që ambasadori ka qenë nga njohësit më të mirë të çështjeve të Ballkanit. Më lejo të përmend një fakt të rëndësishëm dhe një moment shumë të rëndësishëm edhe për fondacionin dhe për mua personalisht, ku në një nga librat antitabu, ambasadori ka trajtuar dhe platformën për zgjidhjen e çështjes Çame. Mund të them që është një nga platformat më të detajuara dhe më të përkryera në aspektin diplomatik, shtetror dhe kombëtar. Sipas ambasadorit, çështja Çame është një çështje që kërkon zgjidhjen nga të dy shtetet, shteti shqiptar dhe shteti grek. Ai fjalë për fjalë e përmend në këtë shkaktar të kësaj çështjes, përgjegjësinë për zgjidhjen e kësaj çështje e ka shteti që e shkaktoi dhe shteti që ka detyrimin
ta kërkonte zgjidhjen e çështjes Çame, pra shteti grek dhe shteti shqiptar. Sipas ambasadorit, çështja Çame është një çështje politike dhe zgjidhja e saj do të jetë një zgjidhje politike. E ka trajtuar në mënyrë shumë të plotë dhe besoj që edhe për ne si fundacion, por dhe për politikën e jashtme, për ne Çamët dhe për gjithë shqiptarët, besoj që është një lloj udhëzuesi shumë i mirë për të ecur më parë dhe për të kërkuar zgjidhjen e çështjes Çame. Mund të them që ambasador Shaban Murati, përveç se ishte një mik shumë i mirë, ishte një këshillues shumë i mirë. Ai padyshim ishte dhe mund të them dhe është, jo vetëm ishte, një aset kombëtar. Me libra që i ka lënë dhe ka shkruar, me këshillat e tij, ju mund të keni parë që sidomos te libri antitabu janë këshilla për miqt, por nëse do të ulesh me ambasadorin, këshillat i gjej edhe në një tavolinë në bisedat që të bëje apo në udhëtimet që kanë bërë me ambasadorin. Kanë qenë këshilla të cilat janë shumë të vlefshme, kanë qenë këshilla të cilat kanë qenë të rëndësishme edhe për punën, po flas punën time në drejtimin e fondacionit Çamaria Santasini. Promovimet e mbushin me gëzim dhe pak më shumë energji. Kujton miqt dhe shumë gazetar dhe diplomat i kërkojnë mendim. I kthehet pak nostalgjisë. Dhe në një nga librat insiston në një nga sythet për vendin e Durrësit në pavarësi. Qyteti e nderon me një çmim special për vlerat. I kthehet disi takimeve të dikurshme, por gjithnjë më i rezervuar. I biri, Erli, kujton nga voglia takimet dhe xhirot në bulevardin e Tiranës, të Tatit me Kadaren dhe bisedat e gjera, aso kohë të vështira për të, dhe kishin për çfarë të flisnin. Nga bota e letërsisë, në atë që po ndodhte në botë. Ndërimin i tregon dikund bashkëshortja e Kadares pas një promovimi ku është e ftuar dhe ku i përshfaq interesimin e mikut të vjetër. I dashur Shaban, ishin çaste tejet emocionuese ato që kaluan mbrëm në promovimin e librit tënd të jashtëzakonshëm. E lexova Ismailit kapitullin e parë dhe mbeti pa fjalë. Ja ajo që duhet, më tha. Thënë sakt dhe me guximin e intelektualit të vërtet. Të falenderoj gjithashtu për ftesën dhe dashamirësinë e bukur me të cilën më prite. Urime dhe suksese. Helena K. Në kokën e tij, vërtiten ide dhe projekte për plane librash të tjerë. Nuk ndalon së kontrolluar i burimet e huaja dhe ka ende kureshtjen që e ka mbajtur qysh në të rritë vet. Është i shqetësuar se impulset që i vijnë nga trupi nuk janë aq premtues. Me stoicizmin e vet dhe fshehjen e dobësive, ruhet nga të afërmit. Kujtohet nga jeta e tij para shumë vitesh, mbi 10-12 vjet, u operua nga zemra dhe unë isha një nga kirurgët e pranishëm në operacion. Kishte një vullnet të jashtëzakonshëm, e përballoi me shumë guxim interventin dhe bëri një curi postoperatore shumë të mirë. Dhe në vitet në vazhdim nuk pati më probleme kardiake. Por jeta ka ligjësit e veta. Në apelin sublim i ka thirrur bashkëshorten dashurinë e cila nuk e përball dot së mundjen simbol të vdekjes. E shpërfaq brengën me 2 vangje plot të dhimbje. Model deti i mallit për ty. Ku do të mbytem gjithë jetën që më ka mbetur? Por jeta ka strukturat e veta të gjykimit. Shabani ndjen mungesën e bashkëshortes, ndërsa pranë ka fëmijët dhe niprit me të cilët merret me aq sa mundet, për shkak edhe të fizikut. Dhe gjyshi ka me çfarë të merret. Ka një humor të veçantë, por mbetet diskret, ndërsa sytje shprehin hapur dhimbjen për njerëzit që nuk ka. Dhe dukshëm nuk është më si kohë më përpara. Shëndeti i tij në muajt e parë të vitit 2025 ishte rënduar, ndërsa gjithnjë më shumë nuk dilte, ani pse vazhdonte të punonte.
Këtu janë një pjesë e ndërshkrimeve të tij, të cilët ai ka shkruar, po themi, javët e fundit ose muajt e fundit para se ndronte jetë. Këtu është vetëm një ndërshkrim ose një shënimi i janarit 2025. Unë kam shumë të vështirë të deshifroj shkrimin, sepse siç e thonë me shaka në familje, babai kishte një shkrim doktori, por këto janë pra vetëm një pjesë e shënimeve të tij. Sigurisht që në ambiente të tjera ka dosje të mëdha me mjaft shënime, dorëshkrime që ai ka mbajtur gjatë gjithë periudhës së jetës së tij. Ky është stilolapsi në cilin ai mbante këto shënime, pra këtu ka mbetur mjetet personale, syzet të cilat ai përdorte për të lexuar, dhe këtu janë vetëm një pjesë e dosjeve të cilat edhe ato janë të mbushura me shënime me dorë. Babai i alternonte të dyja, pra përdorte edhe laptopin edhe kompjuterin, por parapëlqente që atë që lexonte, e sintetizonte dhe hidhte në letër, dhe kam përshtypjen që ky ishte një proces jo thjesht për të mbajtur në mend, sepse ti në fundit mund ta mbash në mend edhe duke hedhur në ekran, në kuptimin kompjuter ose në laptop, por kam përshtypjen që ky ishte një proces cilin atë e ndihmonte duke shkruar në letër, ngadalësia e shkrimit me dorë, në një farë mënyrë e ndihmonte edhe për të procesuar dhe për të analizuar gjithçka atë informacion pra ai që përthithte. Këtu janë një pjesë e librave të Kadares, babai e vlerësonte shumë, ka pasur mik, por edhe në aspektin profesional i quante patjetër një kolos ose kolosi më të madh të letrave shqipe. Në një nga shënimet e fundit të jetës, e fiksuar në Anti-Tabu 3, në datën 15 nëntor 2024, shkruan: meditim me vetveten. Fundi i çdo gjëje në botën e të gjallëve dhe të mendjes është vdekja. Është vdekja pjesë dhe formë e jetës? 14 shkurti i vitit 2025 do të jetë fatal për jetën e tij, sepse është caku i fundit në jetë. Nuk do të mbyll ditën e dashurisë, ditën që mban emrin e së shoqes, dhe tashmë i drejtohet amshinit. Reagimet kanë vërshuar nga të gjitha anët. Shaban Murati, burri fisnik që atë dheun e kishte të shenjtë dhe gjithmonë me vete, do të mbetet mes nesh si veprimtari i përhershëm që foli, shkroi dhe ndau dijen për të na orientuar në anën e të mirës dhe të drejtës në histori.